do paguaj koston e një qëndrimi politik, jo si hakmarrje, po si përgjegjësi ndaj atyre që e kanë mbështetur rithemelimin si lëvizje politike. Ilir Meta ka bërë në këto zgjedhje është i vetmi lajm, dhe është e vetmja lëvizje prej politikane që kemi parë në këto zgjedhje, ndërsa lëvizjet të tjera kanë qenë klithja e dëshpëruar e njerëzve që më shumë se sjellin PD-n pushtet apo të realizojnë rotacionin në Shqipëri, duan një vend për prapanicën e tyre parlamentare. Ta mielin. Kjo fjala prapanicë. Komenti yt për komentin e tij. Ka drejt. Absolutisht ka drejt, po unë e thash pra, për prapanicën e tyre... Hera par 5 vjet e fundit që Flogert Muça mjet drejt. Ky është titulli, tani ata gazetarët që punojnë, gazetarët e emisionit, shkruajnë aty, ndodh çudia Flogert Muça në një mendje me Qarme. Ky është titulli, ha? Jo, jam dakord, po... Jo, mund të jesh dakord, po mos jeni të dy gabim, po. është risku. Si dha ai tha, unë dua të mendoj si ti, po nuk dua të jemi të dy gabim. Pra, në këtë prizëm që thot Flavio, edhe Fatmir Mediu duhet bënte të njëjtën gjë që ka bërë Ilir Meta, këndvështrimin tim. Në qoftë se do donin që na tregonin që kanë pritshmëri të tjera. Edhe me Sila, po e heq me Silën, po them Belindi, po them Paloka, po them Albana, që duhet shkonte përtej grave saj. Pra në qoftë se ti ke pritshmëri, Flavio, që nuk do të çimentosh një listë me 12 njerëz në listën e sigurt, por ke pritshmëri që të marrësh 20 mandate... Jo, po ke një gabim në arsyetim këtu. Dhe ta them këtë me shumë dashamirësi. Po, patjetër. Sepse dhe mbi gjitha jam i kënaqur që po e bëjmë një diskutim në terma konstruktiv. Çfarë do të thotë? Nuk mund të arsyetosh në të njëjtën mënyrë, me të njëjtin emërues, ata që kanë qenë mbështetësit e parë të rithemelimit, se po flasim për lëvizje politike. Po, sakt. Dhe analizën do ta bëjmë politikisht. Ata njerëz që në raport, dhe jo me Berishën, dhe nuk dua ta banalizojmë të themi në raport me Berishën, ki parasysh që Berisha në moment që nisi rithemelimin, pati nga pas po aq shumë njerëz sa çuan në rithemelimin në stadiumin kombëtar dhe në gjithë që legjitimohen gjithat përpjekje për të marrë partinë. Tani këta njerëz që e kanë mbështetur atë kaos politikisht, nuk mund të trajtohen njësoj si Darsula, Jorida Tabaku, që me gjithë kontributin e tyre kanë bindje tjetër, më vëlla. Dhe kanë qasje tjetër. Flavio, më kupton dallimin ku e shoh. Identik të njëjtën analizë kam bërë në një media tjetër sot. Dhe moderatorja më tha pse po bën ironi. Se unë ju thash, doktori është mirënjohës. Është mirënjohës dhe vendos në listë ata që ndjen e tij. Po e minimizon dhe nuk ta them këtë si kritik. Jo, nuk ka gjë, po edhe sikur tjetër, nuk ka problem. Edhe mirënjohje është po zotri, edhe mirë ka bërë. Se unë për shembull jam që Jorida nuk duhet të ishte as aty. Po të më pyesësh mua, Jorida s'duhet të ishte fare. Dashni po Jorida jo. Patjetër, po unë do doja mos ta shifja thjesht mirënjohja apo mos mirënjohja individuale. Nëse do flasim për politikë. Pse? Tani, e bëjmë listën që të ketë një sens politik dhe të jetë një listë fituese që të jetë ofertë politike dhe qoftë edhe jo fituese, por është një ofertë qartësisht dhe pastërtisht politike. Më kupton? Të kuptoj, po. Çfarë dua të them? Po. Pra, nëse ai e minimizon te mirënjohja personale, do ishin emra tjera aty që i kanë qëndruar shumë besnik dhe shumë pa pretendime dhe shumë i qëndrestar. Por, nëse do flasim për një lëvizje politike e miksuar me ofertën politike me shpresën për të maksimalizuar votat edhe në elektorat i ngri, patjetër që ka bërë kalkulimet e veta. Por, nuk mund shmangen ato njerëz që kanë mbështetur rithemelimin, ato njerëz që kanë qenë të parët kritik ndaj Lulzim Bashës. Ne e lexojmë Belin Këlliqin si njeriu që kandidoi për Tiranën, si njeriu që praktikisht e çmontoi Bashkinë e Tiranës nëpërmjet kallëzimeve që ka bërë në SPAK dhe të gjithë aksionin e vet politik, por harrojmë një fakt të rëndësishëm. Belin Këlliqi ka qenë i pari politikan i asaj strukture që ka bërë lëvizje politike nëpërmjet kërkesës nga ana e Forumit Rinor të Partisë Demokratike që ka kërkuar pas përjashtimit Berishës largimin dhe rrëzimin e Bashës si kryetar partie. Jo, dakord, po ai fitonte këtë pra po them, o Flavio, unë nuk them që doktori ka bërë gabim listën. Doktori e ka bërë mirë në kuptimin dhe projektit politik.
Unë them që po t'isha unë në vendin e zotit Kliçi apo të dikujt tjetër aty, do thoja doktor, fusim dikë tjetër sepse ne nuk kemi pritshmëri që të marrim 12 mandate dhe unë kam frikë se mos ngelem pa qenë në karrierën e parlamentit. Dgjoj, mund të qëndroj për individ të caktuar, që edhe unë do doja nuk po them për gjithë. Edhe unë do doja t'i shifja në listë të hapur, por ka disa individ, për shembull, Belindi duke qenë, po marrim Belindin me që ai është drejtues politik. Po absolutisht. Por duke qenë drejtues politik, krijon kjo një ngërç në strukturë. Edhe kjo qëndron, po, edhe kjo qëndron. Tani, çka ka ndodhur sot që po bika shumë dakord. Për mos ngelur te Tirana, ndërkohë socialistë mbledhje kryesisë dhe lajmi është që Nasip Naço, Lajr Duraj dhe Klevis Xhoxhi nuk do jenë fare në garë, do të ka një lloj tërheqje. Dihe kjo pak a shumë për ndoshta për zotin Duraj dhe po për Nasip Naçon është një lloj po themi humbje për PS-n me atë që unë di në qarkun e Berat. Ti je një zonë të besoj, po. Ai ka një suport masiv, po themi, dhe është nga rradhët që ka duke qenë se lindur rritur në Skrapar në Çorovot. Ka reaguar zoti Naço? Jo, por bashortën e ka nga Berati dhe vetë ka punuar prokuror në Berat, është i vetmi që merr vota edhe në Skrapar dhe në ka 2 nga 5 bashkit, 4 bashkit. Kështu që ka qenë dhe me LSI-n edhe me PS-n, kështu që 2 motive më të forta për. Jo, edhe te liste PD-s ka nga këta, nuk është kështu. Tani kanë të Durrësit. Unë kam një batutë këtu për Beratin. Po të bien personazhet e librit një nga një vlla. Do ti po thua 1-1 kandidatët. Ky është titulli i gazetës së Flavios. Berat presje 1-1 kandidatët. Po, Durrës Oer Bilukbashi, Gens Razimiri, Manjola Luku, Artan Luku, kandidati i zotit Duka, do të thënë Partisë Agrare Ambientaliste dhe Igli Cara. Komente yt, të dy komente, do të thënë. I pari Oerdi është drejtues politik. Dhe eventualisht është direkt në listë të mbyllur për arsyen që sa Flavio për Këlliçin, por dhe për arsye që thot Rama për të vetët. Po Gens Razimiri? Gens Razimiri e ka deleguar në Kruj Fushkruj. Ndjenin time është i deleguar, pra e ka ndarë qarkun në zona tjera. Pse du t'i ishe i sigurt? Doktori, tani, unë këtu jam, do nuk jam i kësaj shkolle mendimi. Doktori duket sikur po do të rikthej të gjitha ata që ka patur në vitin 2013, pra partinë e tij të vjetër, le të themi, do ta rikthej të gjithën për të bërë opozitën që do ai dhe jo me kandidatët. Duke thënë që Igli Cara në ai po e heq. Jo me kandidatët e, jo, Igli Cara është Ishte më i votuar. Ka një gjë. Igli Cara është i imponuar. Si imponuar? Është i imponuar sepse Igli Cara është një personazh që sado që të mos e doj doktori, merr vota. Ka mbështit. Absolutisht. Bëhet deputet me këtë listë? Dhe bëhet deputet, patjetër. Bëhet deputet sepse edhe Durrësi ka 5 në listë të sigurt. Po, sepse edhe Manjola Luku nuk është 4 më duket Durrësi. 4 ka. Manjola Luku është në listë sigurt. Po ja detyron. Manjola Luku, atëre më lejo të kap një info të vogël. Patjetër, komentuj. Manjola Luku është një makineri votash në zonën midis Tiranës dhe Sukthit. Pra çai kap rajonit Durrësit, por deri në Sukth. Zona Manzës sidomos. Zona Manzës, jo edhe zona rurale. Rad, Manës, po. Po, zona rurale, Manjola Luku është një personazh i frikshëm në kuptimin e numrit votave dhe mbaj mend në një përballje lokale për bashkinë e Sukthit, nëse nuk gaboj, ajo ka nuk bashkinë e Sukthit, po ka një përballje ajo që mori 7000 vota për një grusht votash e humbi, domethënë bashkinë. Dhe çështja është ka një performancë elektorale të llatashme. Atëherë Luku është në zonë të sigurt me logjikën dhe me shpjegimin që bën Flavio për një arsye. Ajo është një makineri elektorale që do qarkullojë në gjithë qarkun sepse ka dhe metodologji pune dhe eventualisht është një lloj bashkëdrejtuese qarku, nëse mund ta themi kështu, në kuptimin organizativ të fjalës dhe bën sens të jetë një sigurt. Tani të them një opinion për Durrësin. Nëse ka një person që për ligj ekzistencën e listës së mbyllur, është Oert Bilukbashi. Është tipiku që e përligj ekzistencën e listës së mbyllur sepse është personazhi
klasik që është politikan karriere, i shërben partisë në çdo nivel që ai mund caktohet, por nuk është i lindur për të qenë produkt elektoral, nuk është kafsh elektoral. Unë në fakt, Flavio, kur Oerd Bylybashi kaloi me rithemelimin, unë atëherë i kam thënë, Oerd, tani kuptova që rithemelimin fitoi. S'kishte 2-3 ditë nëse të kujtohet. Tani fitoi. Pa Oerdin, unë po kisha ato dilemat e mia. Po se Oerdi është burokracia. Bravo, është teknicieni pra, është burokracia. Oerdi është burokracia e një partie. Dhe atë ligjin e famshëm për pastrimin e figurave politikane, në parlament, në fakt nuk është dekriminalizimin. Si? Dekriminalizimin. Po, nuk është Lulzim Bashës dekriminalizimin. Aty i ka pas darë shumë forta. Oerdi është viktima më e madhe e para dekriminalizimit. Po, më falë, ka një gjë interesante, një batut. Reformën territoriale po reformën e kodit elektoral e ka bërë Oerdi dhe Damian Gjiknuri. Jo, atët 5 qershorit që sumira tua. Po s'ka rëndësi, po selbi është që Oerdi është në listë sigur, Damiani më shumë 60 në listë hapur. Pavarësisht sa mirë ka bërë kodin për Partinë Socialiste, nuk i ka dalë, i është kthyer bumerang për vetëm. Me që jemi ke batutat, një palë zgjedhje ja dha Kastrioti Islami me formulën e të hondit, po nuk shkoj dhe aqmi. Për ta mbyllur për Iglicarën, Iglicara është ajo e keqe e domosdoshme, sepse sipas informacioneve që un kam nga dietë pak. Më fal Flogert. Po. Flavio, shkruan njëri, jam një antar i Partisë Demokratike, thotë, dhe i them Flavios pse na ka tradhtuar duke vajtur i Roland Qafokut. E kupton ti tani? Nuk ka vajtur në emision, është në Skype. Nuk ka ardhur në studio. Bravo, shumë e bukur batuta. Shumë e bukur batuta. Ja është larguar atje në fshat. Nuk po flas, po.